Nicole Scherzinger ka deklaruar se dëshiron të martohet me të dashurin Lewis Hamilton dhe të ketë fëmijë me të. Por dëshira ish këngëtares së Pussycat Dolls për të pasur fëmijë me asin e Formula 1 besohet të ketë qenë shkak i ndarjes së tyre vitin e shkuar. Tashmë Nicole, 33 vjeç, është shprehur se dëshiron shumë që Hamilton t'i propozoj për martesë. Unë dua të martohem një ditë, por kjo nuk varet vetëm nga unë, tha Nicole, që shtoi se do të ishte bukur nëse do të kishte fëmijë. Çifti u fotografua përpara se të niste gara e Sepangut për çmimin e madh të Malajzisë. Edhe në pistën e Sepangut nuk kanë munguar të ashtu quajturat Grid Girls, që shoqërojnë pilotët gjatë garës, të cilat kanë pozuar për fotografët. Këtu nuk kanë munguar as prufjet dhe buzëqeshjet e rezervuara për publikun. Emri i Naomi Campbell do të përmendet në divorcin e të dashurit të saj, miliarderit rus Vladimir Doronin. Pasi ish bashkëshortja e tij, Ekaterina, do të bëj fajtore panterën e zezë si shkakun e fundit të martesës së tyre. Naomi mund të jetë pranë martesës me Doronin, por burime pranë çiftit shprehen se ajo është ndjerë e shkatëruar nga ky lajm, pasi Vladimir dhe Ekaterina ishin ndarë 10 vjet përpara se ai të niste lidhjen me Naomi në 2008. I dashuri Campbell ka qenë i martuar për 24 vjet dhe ka një vajzë 15 vjeçare me ish gruan dhe kishte pasur një lidhje 7 vjeçare me një tjetër femër përpara se të takonte Naomin. Një mik i top modeles tha se Naomi është e kënaqur që Ekaterina ka rënë dakord të jap divorcin, por është e mërzitur pasi ajo do ta bëjë përgjegjëse atë për shkatërimin e martesës. Naomi Campbell u largua nga Britania për të jetuar me Vladimirin në Moskë, ku po merr mësime të gjuhës ruse. Rreth një muaj nga debati që shkaktuan këmbët e saj të holla që dolën në pag nga fustani i hapur që kishte veshur në ceremoninë e çmimeve Oscar, ka reaguar Angelina Jolie. Aktoria 36 vjeçare tha se nuk i kishte kushtuar vëmendje kësaj historie. Unë nuk i shoh ato shfaqje televizive dhe nëse shoh diçka për mua në internet, nuk klikoj për ta lexuar. Edhe njerëzit që më rrethojnë nuk flasin për këto gjëra. Kam dëgjuar diçka rreth fustanit tim, por nuk i kam kushtuar rëndësi. Unë jam një grua që zgjodha një fustan të cilin e vesha atë mbrëmje dhe nuk mendova asgjë tjetër, ka argumentuar aktoria pas komenteve që shkaktoi për zgjedhja e veshjes. Nuk është hera e parë që Jolie përflitet për elegancën e tepruar, e që për të cilën ajo është etiketuar edhe si kockë lëkurë. Princi William dhe bashkëshortja e tij Kate kaluan një fundjavë pushimesh në një rezort turistik skish në Alpe. Princi kishte zgjedhur një vend romantik për të kaluar disa ditë shlodhse me Kate, për të zëvendësuar edhe mungesën në ditën e Shën Valentinit, për shkak të angazhimit të tij në ishuit Falkland, si pjesë e forcave ajrore mbretërore britanike. Këto pushime i dhanë fund një ndarjeje 6 javore të çiftit, ku dukesha e Cambridge për shkak të largësisë së të shoqit ishte shfaqur e vetme në ngjarje ushtarake apo aktivitete bamirësie.